Mirë të programit tonë mirëmbrëma dhe mirë se takohemi edhe këtë të shtunë me ju përmes ekranit televiziv. Në këtë edicion të programit Motiv do të flasim për orientimin në karrierë, për praktikat më pozitive, për faktorët dhe rrethana që duhet të rinjt t'i kenë parasysh kur përzgjedhin profesionin, orientimin sa më të mirë në tregun e punës dhe të gjitha faktorët e elementet e rëndësishëm që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e profesionit. E këtë do ta bëjmë me një profesioniste të fushës. Kam ftuar sot një eksperte të certifikuar për këshillim në karrierë. Ajo është udhëheqëse e Qendrës për Karrierë në Universitetin e Evropës Juglindore që nga viti 2019, si dhe ka një eksperiencë mjaft të gjatë në menaxhimin e projekteve rajonale që kanë të bëjnë me orientimin në karrierë. E ftoj në studio zonjën Lumturie Mehmedi Sinani për të bashkangjitur dhe për ta diskutuar këtë çështje kaq të rëndësishme. Zonja Lumturie, faleminderit që jeni në studio, mirë se vini në Motiv. Kënaqësi që takohemi. Falënderit, mirë se u gjeta. Urdhëroni, akomodoni në studion e Motivit, një përvojë shumë e gjatë në fakt me projekte të orientimit në karrierë dhe besoj që keni një ekspertizë mjaft relevante për t'i dhënë sot edhe të rinjve një pasqyrë sa më reale dhe sa më të mirë se si duhet ta menaxhojnë këtë udhkryqin kryesor në cilin do të gjenden për shkurt kohë kur do duhet në fakt që ta zgjedhin edhe profesionin, do duhet ta zgjedhin degën e studimit. Nuk është një vendim i lehtë, besoj. Absolutisht jo, definitivisht ndër vendimet më të vështira dhe të rëndësishme në jetë. Absolutisht. Le të flasim fillimisht pak për rolin edhe ekspertizën tuaj. Ju jeni këshilluese e certifikuar për këshillim në karrierë, më saktësisht facilitator global për këshillim në karrierë. Çfarë është roli dhe funksioni i një këshilluesi për karrierë dhe cila është rëndësia, roli i një këshilluesi për karrierë, sidomos në kontekstin ton lokal? Unë kisha filluar diskutimin duke definuar fillimisht çka është procesi i këshillimit për karrierë, për të vazhduar më tej me rolin që e kanë këshilluesit për karrierë, edhe pse kjo është e rëndësishme në kontekstin ton lokal, veçanërisht në pjesën e të rinjve. Këshillimi për karrierë është proces i strukturuar, i cili ka për qëllim të mbështes individ në njohjen dhe kuptimin më të mirë në lidhje me zgjedhjet të cilat ato i bëjnë, qoftë për arsimim, qoftë për punësim ose për vendimet të ndryshme në jetën e tyre. Pra, kemi procesi cili është procesi strukturuar, kemi individ të cilët janë të specializuar për të ndihmuar në këtë drejtim dhe të cilët kanë rol mbështetës që të merren vendime të informuara për sa i përket qoftë pjesës së arsimimit, qoftë pjesës së zgjedhjes së profesionit ose vendimeve tjera të cilët lidhen me zhvillimin profesional të tyre. Andaj, këshilluesi për karrierë, sërish them, ka rol mbështetës dhe mbështet klientin e tij në atë ciklin e këshillimit për karrierë, i cili është i përbërë prej 4 fazave. Domethënë e udhëheq të njëjtin përmes fazës së vetnjohjes, pastaj kalojnë në pjesën e hulumtimit të mundësive ose opsioneve cilat i kanë në tregun e punës, qoftë për arsimim ose punësim, i ndihmon të marrë vendime konform interesave, konform asaj që ka preferencë dhe më pas ndihmon në realizimin e përpilimin realisht të një plani për të realizuar vendimin e marrë. E roli i zyrave për këshillim cili është në këtë rast? Qendrat për karrierë janë zyra të cilat do që mundësonin individëve që të punojnë në drejtim të vetnjohjes, në drejtimin të themi të zgjedhjes aftësive, shkaftësive, zbulimit realisht aftësive, shkaftësive dhe informacioneve tjera të cilat lidhen me zhvillimin e tyre profesional, edhe pikërisht për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të njëjtat të jenë të përfaqësuara në për institucionet e qoftë arsimit të mesëm, fillor, po edhe arsimit të lartë, sepse përmes tyre, dhe veçanërisht në qoftë se kemi persona të cilët janë profesionista të degës të punësuar në të, do të lehtësonim mjaft jetën e të rinjve, sepse do t'ju mundësonim që të punojnë në këto segmente. Në varësi të asaj se qendra e karrierës në cilin të themi nivel të arsimit është i vendosur, ajo për të cilën do të punonin me shumë këshilluesit e karrierës me nxënësit apo me studentët, mund të variojnë nga orientimi në
orientimi profesional, këshillimi për punësim, mund të varjojë në pjesën e zhvillimit të aftësive profesionale apo planifikimit të karrierës. Në qoftë se jeni në shkollë fillore, me gjas që më shumë në shkollë fillore, por edhe të mesme, me gjas se në pjesën e qendrës karrierës më shumë do të punoni në orientim profesional, e që ka të bëj kryesisht me njohjen e këtyre elementeve të afiniteteve, interesave, aftësive janë më të mëdha. Në universitet më shumë punohet në pjesën e këshillimit për punësim, si dhe në pjesën e zhvillimit të aftësive për punë dhe gjetje në tregun e punës. Sa është kulturë, ta themi, ose praktikë që të rinjtë e ne të trokasin në një zyre të tillë dhe të mund të marrin një ndihmë profesionale? Këshillimi për karrierë është shumë i rëndësishëm për të rinjët, edhe është proces i cili do t'ju ndihmonte shumë. Është i rëndësishëm në gjitha fazat e jetës realisht, por për të rinjët është shumë i rëndësishëm sepse ato ndodhen në fazë të jetës në cilën marrin vendime shumë të kështu të themi të rëndësishme, të cilet lidhen, derisa sa je në periudhën e shkollës së mesme, ju merrni vendimin se çfarë do të studioni, pas asaj merrni vendimin se çfarë do të punoni ose në çfarë vende punësh do të aplikoni edhe kështu me radhë. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që t'ju ofrohet të rinjve mundësia që të kenë me kënd ti bisedojnë këto. A vjen të këshillohen? E sa është praktika e kërkimit të shërbimeve të këtilla, për fat të keq në përgjithësi është shumë e ulët. Pse? A është mungesë e kulturës për ta bërë këtë gjë ose është mungesë edhe resurseve dhe zyrave të tilla të mjaftueshme? Nëse flasim në përgjithësi, është kombinimi i të dyjave. Po në nivel të themi të Maqedonisë, më shumë kisha thënë që ka të bëjë me mungesë të resurseve të cilët funksionojnë në drejtim të këshillimit të karrierës. Kuptohet, këtu ka përjashtime, ka zyra, ka vende të cilat funksionojnë mjaft mirëfillt në pjesën e këshillimit për karrierë, po në përgjithësi nëse flasim, ka shumë për të bërë në këtë drejtim. E kuptoj. Le të flasim pak për realitetin në kontekstin ton lokal. Unë marr shumë shpesh edhe ta them të vërtetën edhe kërkesa nga individ që pse nuk po e bën një emision për orientimin në karrierë sepse maturantët nuk dinë realisht nga t'ja mbajnë ose si t'i përgjidhin profesionit, edhe këtu edhe u inicua edhe ideja që ta diskutojmë problematikën më thellë. Pastaj profesionistë të ndryshëm që kam pas në studio alarmojnë për një orientim shumë të vonshëm profesional të trinjve në vendin tonë. Disa kanë mendime se orientimi profesional duhet filloj që në fëmijëri të hershme ose që në shkollë fillore të detektohen talente ose të mund t'ju bëhet një orientim më i strukturuar fëmijëve. Çfarë thot eksperienca juaj ose ekspertiza juaj? Kur duhet të filloj orientimi në karrierë? Orientimi në karrierë duhet të filloj që në arsimin fillor, me eksplorim të aftësive, shkaktësive që po i përmend në vazhdimsi të nxënësve dhe fëmijëve për të vazhduar pastaj në nivelin tjetër në shkollë të mesme, ashtu që është shumë e rëndësishme që të fillohet në hapat e hershme. Njerëzit thonë që orientimi profesional ose aktivitetet të cilet kanë të bëjnë me promovimin kryesisht të mundësive për arsimim të vazhdueshëm, sepse realisht në kontekstin e shkollave fillore dhe të mesme, kur flasim për orientimin profesional, ne shpesh herë nënkuptojmë aktivitete promovuese të cilet i bëjnë shkollat e mesme ose universitetet, dhe besoj se edhe pyetja juaj është në këtë kontekst, aktivitetet promovuese të cilet i bëjnë shkollat e mesme ose universitetit, drejtuar nxënësve shkollave fillore dhe të mesme, dhe po, dhe këto shpesh herë fillojnë shumë vonë. Madje kemi raste në të cilet nxënës të shkollave të mesme, përpara nxënës të shkollave të mesme, të cilët janë në vit të 4, prezentohet program studimi dikund në gjysmëvjetorin e dytë. Domethënë, ai tani më do duhet është jashtëzakonisht vonë. Pse ndodh kjo? Shpesh herë këto aktivitete, të cilat janë për promovim dhe afrim të nxënësve me ofertat akademike, nuk e kanë bazën në shkollën në cilën zhvillohen, po është dikush tjetër i cili ju theq. Pra është universiteti që shkon në shkollë të mesme, është shkolla e mesme e cila organizon
organizon të shkojnë në shkollën fillore edhe kështu me radhë, edhe ashtu që nga shkolla edhe lehet në plan të dytë dhe për të realizuar në një moment tjetër. Është shumë e rëndësishme të kemi aktivitete të cilët lidhin nxënësit në vazhdimsi gjatë tërë vitit shkollor, jo vetëm në vitin e 4, por në gjithë vitet e mësimit, aktivitetet cilët lidhen me njohje dhe thëllimin e njohurive të tyre për mundësit, si për shkollim, po si edhe për kalim në tregun e punës, për ato nxënës cilët do të vazhdojnë që dëshirojnë të kalojnë direkt në tregun e punës dhe nuk do dëshirojnë të vazhdojnë studime. E qartë. E tani, si duhet të jetë kjo më mire strukturuar, ta themi, në kontekstin tonë nacional? Cili duhet jetë roli më proaktiv i shkollave që nga shkollat fillore? Ka ndonjë strategji nacionale se si kjo çështje të menaxhohet me që shohim një amulli apo jo të gjeneratave që nuk dinë se si të orientohen në karrierë, në anën tjetër kemi drejtime deficitare, kemi drejtime të tjera suficitare. Do me thënë, është një lloj kaosi në një farë forme që nuk i është kujtuar dikujt ta strukturoj mirë. Nuk i është kujtuar ta strukturoj mirë, mund të jetë një prej fjalëve. Do ta kisha dashur të ndërlidhem këtu me atë që në Maqedoninë e Veriut në dekadën e fundit të paktën nuk është se nuk ka pasur zhvillime të cilët lidhen, po tentativa dhe zhvillime të cilët lidhen me përmirësimin e gjendjes për sa i përket këshillimit për karrierë. Një pjesë bukur e madhe e këtyre aktiviteteve kanë qenë projekte të ndryshme të cilat kanë pasur tendencë që të zhvillojnë kapacitetet si në pjesën e burimeve njerëzore, po ashtu edhe kapacitetet e infrastrukturës për sa i përket pjesës së këshillimit për karrierë. Po kur themi projekte, mbeten vetëm në suaza të një projekti afatshkurtër ose krijohet sistem i qëndrueshëm? Është tentuar që të krijohet sistemi i qëndrueshëm dhe tash kemi situatë në të cilën në agjencionin për shembull, në agjencionin për punësim disa herë janë trajnuar njerëz të cilët do t'i ndihmonin individët, të cilët janë kërkues të shërbimeve të agjencionit për punësim në pjesën e këshillimit për karrierë dhe orientimit për karrierë ndoshta. Në pjesën e shkollave të mesme profesionale është punuar, në një pjesë të madhe të tyre është punuar në krijimin e qendrave për karrierë edhe si zyra, do me thënë të njëjtat që të ekzistojnë dhe të jenë funksionale, po ashtu këtu janë trajnuar mësimdhënës të cilët do të jenë të aftë që të punojnë me nxënësit në këtë drejtim. Në nivel të arsimit të lartë, për shembull, kemi pasur të detyrueshme, kemi ende ekzistimin e thebelimin e qendrave të karrierës në nivel të universiteteve. Momentalisht në propozim ligjin për për arsim të mesëm, kjo një kështu zhvillim shumë pozitiv në këtë kontekst, është venduar këshillimi i karrierës si një veçantë në cilën parashihet që nxënësit do duhet të kenë shërbime për këshillim karriere, të cilët do të jepen nga personat cilët janë profesionist, madje thuhet që nuk do të ketë vetëm një person, por do të ketë ekip të këshilluesve për karrierë me qëllim që të ketë vazhdimsi në këtë si proces. Punohet për momentin në klasifikimin dhe vendosjen në kornisë ligjore të njohjes së profesionit këshillues i karrierës në legjislacion dhe të gjithë këto janë kështu elemente pozitive të cilët mund të bëjnë që mund të funksionojë në momentin kur të vendosim cila do t'jetë forma, si do t'i lidhim të gjithë këto pjesëza në të cilën është punuar në vazhdimsi 10 vjetët e fundit. Unë përmenda në hyrje kur fola për ekspertizën tuaj që ju keni pas edhe projekte, përvoj me menaxhim të projekteve dhe nivel rajonal. A ka praktika pozitive nga cilat ne mund të mësojmë që më pas e zhvillohen në vendet të tjera? Absolutisht po, ka praktika të shumë të mira, prej të cilëve në vazhdimsi mundohemi që të mësojmë si në shtetet përreth, ashtu edhe në shtetet e Unionit Evropian. Megjithatë, ajo e cila na duhet në Maqedoni, përveç, do me thënë, praktikave, na duhet zbatim i asaj për të cilën ne besoj se tani më kemi punuar mjaftueshëm. Çfarë mund të përmendet si praktikë ose
diçka që ka funksionuar mjaft mirë në sistemin e ndonjë shtetit që do të ishte levërdishëm edhe për shtetin tonë. Si e kanë mirë menduar ta themi shtetet më të zhvilluara këtë aspekt? Me integrim të këshillimit për karierë shumë herë, do me thënë që nga shkollat fillore. Do me thënë nxënësit nuk do të kisha ndalë tash në vendet të veçanta, nxënësit në shtetet të caktuara marrin shërbime dhe punohet me to në zgjerim të diapazonit të mundësive, si për arsimim ashtu edhe për pjesën e profesioneve të cilët mund të zgjedhin. Dhe kjo bëhet që nga fazat e hershme. Në Maqedoni një pjesë e këtyre praktikave tani më është munduar që të integrohet dhe i shohim nxënësit që në pjesën e parë të shkollimit fillor duke folur për profesione mundohen të njihen me të njëjtat edhe kështu me radhë dhe kjo është një hap pozitiv. Javën e kaluar kishim një diskutim këtu në studio me profesionistë të ri dhe kur i pyeta çfarë do të ndryshonit në këtë lloj problematike të orientimit profesional dhe të zbatimit të profesionit, thanë që qasja më e lehtë në informacion do të ishte diçka shumë e mirë që do t'ju lehtëson të rinjve edhe orientimin, por edhe përgjedhjen, pastaj edhe integrimin në tregun e punës. Sa kanë të rinjt sot realisht qasje të lehtë në informacion të strukturuar mirë për orientim në karrierë, edhe për të eksploruar profesionet të ndryshme? Pyetje shumë e mirë. Realisht në kohën e informacionit online në cilin po jetojmë, nuk mund të themi që nuk është se kemi informacion në dispozicion për sa i përket orientimit dhe për zgjedhjes qoftë të arsimit, qoftë të profesioneve. Definitivist që nga shkollat e mesme për të vazhduar në universitete, ju keni programe studimore në të cilët mund të studioni. Madje një pjesë bukur e madhe atyre janë të përshkruar në mënyrë shumë të detajuar. Ju mund të shihni lëndet që do t'i mësoni, çka pritet të mësoni në ato lëndë edhe kështu me radhë, si dhe mund të shihni edhe pjesët ose pritshmëritë tjera akademike, tash nëse flasim për ciklin e lartë. Po edhe për shkollat e mesme, keni pjesa më e madhe atyre, kanë webfaqe, kanë informacione për drejtimet, çka përfshihet brenda edhe kështu me radhë. Në qoftë se flasim në kontekstin e tregut të punës, ju mund të shihni shumë lehtë cilat janë vendet e punës më të kërkuara, për të cilët ka më shumë konkurse, si e kanë titullin ato vende pune, cilat janë specifikat që kërkohen për ato, cilat janë shkallësitë që kërkohen, a kërkohet përvojë, çfarë përvoje kërkohet, cili është shkollimi. Si mund të arrijnë për shembull të rit konkretisht në këtë lloj informacione? Janë të strukturuar ose si mund t'i gjejnë? Le ta shërbejmë këtë hapësirë dhe për t'i informuar. Ajo që na mungon janë njerëzit të cilët do t'ju kujtojnë atyre që, në qoftë se të intereson të shohësh çfarë vendesh të pune të hapura ke, mund të hysh në këtë ose këtë webfaqe. Këto janë resurset të cilat i ke. Ose nëse të intereson të dish më shumë për këtë program studimor, mund të kërkosh këtu dhe këtu. Në qoftë se pyetja ka të bëjë me atë, a janë të gjithë informacionet në një vend? Jo, nuk janë në një vend. Veçanërisht për pjesën e shkollimit. Ndërsa për pjesën e ofertave që ka në tregun e punës, definitivisht me ACA kemi portale, kemi vende ku një pjesë bukur e madhe e ofertave të vendeve të punës ose praktikës janë të përshkruara dhe mund të hulumtohet shtesë. Sipas meje, ajo që ju mungon të rinjve në fazat e zhvillimit, qoftë në shkollë të mesme, qoftë në universitet, janë njerëzit të cilët do t'ju kujtojnë se këtë hulumtim mund ta bësh në këtë formë, ose ti mund të eksplorosh duke e bërë këtë edhe kështu me radhë. Dhe gjërat e cilat në moshën atyre as neve nuk na janë ofruar edhe nuk na janë kujtuar, e të cilat i kemi mësuar me përvojë pastaj. Le të flasim pak për atë pjesën se si e përgjigjen të rinjt profesionin sot në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut. Sa është ndikimi i prindve, sa është ndikimi i shoqërisë, e sa guxojnë të ndjekin një ëndër ose një pasion që e kanë? Mendoj se prindërit kanë një rol shumë domethënës kur flasim për zgjedhjen e profesionit, zgjedhjen e shkollimit dhe vazhdojnë të kenë diçka të tillë, sikur se kanë pasur edhe në vitet paraprake. Kjo është shumë normale në momentin që ju nuk e keni çështjen e rregulluar në formë institucionale, kuptohet që mbështetja kryesore dhe vetme për nxënësit dhe të rinjët mbeten prindërit. Në varësi të asaj sa kanë
mundësi ose sa kanë njohuri për të ndihmuar le të themi fëmijët e tyre, pastaj vazhdon storia në forma të ndryshme, një pjesë e prindërve kanë ëndrat të tyre të cilët dëshirojnë që t'i shohin të realizuara të fëmijët e tyre, një pjesë tjetër e prindërve janë më të hapur për të ndëgjuar opcione, ndikohen edhe nga shoqëria, të rinjt, veçanërisht në pjesën e vendosjes për asaj se çka do të studiojnë, shumë shpesh ndikohen edhe nga rreth e miqve, ti çka do të studiosh, pse e zgjedh ti, cila është analiza që bën ti edhe kështu me radhë, ashtu që edhe kjo ka një ndikim definitivisht të lartë. Po definitivisht mendoj se prindërit mbajnë atë barën dhe luajnë atë rolin kryesor kur flasim për pjesën e zgjedhjes shkollimit, edhe të profesionit deri dikun. Pyetja e radhës ndërlidhet shumë mirë me këtë që e tha dhe tendencën të shtatë të prindve për të orientuar profesionalisht më të vegjëlit të tyre. A ka në vendin ton profesionet të sigurta ose besime për profesionet të sigurta? Ne e di mirë filli që në traditën e familjeve tona gjithmonë është preferenca që të jetë një mjek, po dhe të jetë edhe një mësuese, potencialisht nëse është vajzë, është preferenca që të orientohet nga mësuesia. Por ka një preferencë të vazhdueshme që njëri nga fëmijët të jetë mjek. A konsiderohen këto, ose a mund të konsiderohen këto si profesionet të sigurta në vendin tonë, të sigurta në kontekstin që do përfundosh në një vend pune pa tjetër nëse ose do e kesh më letë integrimin në tregun e punës? Me zhvillime dinamike të cilat ndodhin në tregun e punës, po në përgjithësi që lidhen me zhvillimin teknologjik që po ndodhe, që është lloj revolucioni, unë nuk mendoj që ka vende të punës të cilat janë të sigurta. Në secilin vend të punës, duke filluar nga mësuesia, mjekësia, po edhe të gjithë profesionet tjera, ju do duhet që në vazhdimsi të përmisoni shkathësit dhe aftësit të cilët i keni dhe t'i përshtatni konform kërkesave që i ka zhvillimi teknologjik momental. Andaj nuk kisha klasifikuar profesionet sigurta, qofshin të sigurta në letër ose në një formë tjetër. Ajo që mendoj që jep siguri një profesioni ka shumë të bëj me formën se si ju realizoni atë profesion. Në qoftë se ju punoni me përkushtim, punoni me zell, punoni intensivisht, gjasat që do t'jeni të suksesshëm në atë profesion janë shumë të larta. Në fund të fundit janë njerëzit ato të cilët i krijojnë profesionit dhe profesionist ose njerëz të caktuar do të duhen jo vetëm njerëz domethënë të cilët janë punëtor, e njohin mirë një profesion, do të duhen jo vetëm në një profesion, po do të duhen në profesione të ndryshme dhe në fusha të ndryshme. Ashtu që në qoftë se punën realizoni me përkushtim, jeni të suksesshëm në atë që e bani, gjasa që jeni në profesion të sigurt, janë shumë të larta. Jashta mitit për profesionet e sigurta, sa janë të rinjtë sot të guximshëm për të eksploruar edhe profesionet e reja? E dim që sidomos me zhvillimin digjitale dhe me integrimin e teknologjisë në pothuajse të gjitha poret e shoqërisë, janë hapur edhe mundësi për të eksploruar, por edhe profesionet e reja të pafundta. Sa janë të rinjtë tanë të guximshëm, por edhe kurios për të eksploruar edhe këto ose për t'i parë mundësitë e tilla? Me të rinjët me të cilët punoj në vazhdimsi, domethënë për to mund të them që janë të guximshëm. Ato nuk e bëjnë këtë eksplorim ose nuk marrin vendime për të ndjekur këto profesione të cilat na dikton dhe janë tash na dikton teknologjia dhe janë trendi, sepse ato dëshirojnë të eksplorojnë dhe janë të guximshëm, po sepse thjesht është një trend të cilin ato dëshirojnë ta ndjekin. Ashtu që po, mendoj se janë mjaft të guximshëm dhe mendoj që është nevoja ajo që i bën që ato të eksplorojnë. Pastaj gjenerata që po hyn tash në tregun e punës, definitivisht për sa i përket pritshmërive, kërkesave që ka nga një vend pune dallon shumë me gjeneratat paraprake, ashtu që janë gjenerata që po dëshirojnë të eksplorojnë, janë më të guximshme, thuan jo shumë më shpejt, kanë limite shumë më të shëndosha ndoshta.
ka limitet të ndryshme, po, ndoshta edhe më të shëndosha nga gjeneratat paraprake dhe kjo definitivisht që po fillon të bëj një ndryshim të cilin do të shojmë edhe më të thelluar në të ardhmen. Kur po flasim për profesionet, sipas ekspertizës tuaj, cilat aktualisht janë profesionet ndoshta më të leverdishme, jo vetëm nga aspekti i të ardhurave që mund të sjellin, por edhe nga aspekti i deficitit në vendin tonë, që mund të konsiderojnë si profesione për cilat ka kërkesë në treg, dhe që mund t'ju shërbente mbase të rinjve ky moment si një orientim i mirë se, këtu ka mungesa në vendin tonë, mund ta studiojmë për shembull këtë drejtim dhe mund të sigurojnë një vend pune më lehtë. Cilat janë këto profesione që mund të konsiderojnë për tregun tonë të punës më deficitare dhe që ka nevojë realisht të vinë profesionist në këto drejtime? Unë kisha thënë që zgjedhja e profesionit, e asaj që ka do studioni dhe profesionit më tej, do duhet të bëhej në bazë të një analize, pra të shohim cilat janë interesat, cilat janë shkatësit, çka është ajo që ju dëshironin të punoni, dhe pas asaj të vendosni në qoftë se dëshironin të shkoni në një drejtim që është deficitar ose diçka tjetër. Ashtu që në qoftë se vendojmë kategorizime, kjo është diçka që ka nevojë tash, ose trendi tash është të shkoni në diçka që ka të bëjë me shkenca kompjuterike, ose trendi mund të jetë XY diçka tjetër, vetëm i kemi kufizuar të rinjt në eksplorimin e asaj që ato mund të bëjnë më mirë. Kjo si hap do duhet të shihet shtesë. Andaj nuk do të thoja që kjo është ajo, është shumë individuale. Po analiza individuale që bëhet për çdo individ, pastaj analizohet në kontekst të tregut të punës, por duhet të shihet se cili rast shumë veçmas. Ashtu që nuk do të them që ka profesione të caktuara. Në çdo bransh mund të zhvilloheni edhe të arrini shumë sukses, qoftë edhe pse mund të duket se kemi arsimtar ose të diplomuar në drejtime që janë mësuesi kogja shumë, por ne sërisht kemi nevojë për profile të mirëfillta të atillë. Pra po thoni që edhe aty ku ka kuantitet, ka akoma nevojë për kualitet, kështu që kudo që i kanë të rinjt preferencat, le të përpiqen që të jenë më të mirët e atij profesioni dhe do ta gjejnë vendin e tyre në tregun e punës. Edhe unë e besoj shumë fuqishëm. Mesazh shumë i qartë. Po, unë e besoj shumë fuqishëm këtë. Tani le të flasim për atë se si duhet ta zgjedhin. I përmendëm ndoshta ato se si i zgjedhin aktualisht profesionet, por cila duhet të jetë rruga që duhet ta ndjekin për ta zgjedhur një profesion të ri? Cilat janë praktikat më pozitive? Praktikë më pozitive është të caktoni takim me këshillues për karrierë dhe të eksploroni së bashku me ato të gjitha opsionet cilët i keni, bazuar në atë që vlen për ju. Kjo do të kishte qenë ndër praktikat më pozitive. Pjesa e gabimeve, cilat janë gabimet më të shpeshta që mbase mund t'i bëjnë të rinjt ose i kanë bërë të rinjt me vite me radhë në orientimin në karrierë? Për shembull, unë mbaj mend gjenerata ime kur vendoste për orientim në karrierë, kishte të rinjt që orientohen në bazë të asaj që cili drejtim ka më pak material për të mësuar. Kishte edhe matematikat të tilla që bëheshin, ose bëheshte edhe një përgjedhje krejt rastësore, ose bëheshte ajo përgjedhja mitike që ku shkon shoku ose shoqja e ngushtë, do shkoj edhe unë që të mos jem vetëm. Cilat janë gabimet? Kategoria e studentëve, të cilët pas kanë përzgjedhur bazuar në materialin studimor, pas kanë bërë një analizë pak më të thelluar, ashtu që në këtë kontekst është okay. Ekzistojnë momente të ndryshme ku mund të bëjmë lëshim ose diçka që ne quajmë si gabim. Ato që janë më të shpeshta e të cilët unë i shoh më shumë, kanë të bëjnë me situata në të cilët të rinjët mendojnë se kanë analizuar realisht një drejtim ose një situatë të caktuar edhe kanë ardhur në një konkluzion, por realisht nuk është se e kanë analizuar atë nga të gjithë këndvështrimet. Dhe ajo që më kujtohet për momentin, për shembull, është të rinjt të cilët thuan unë nuk do të shkoj të studioj për shembull biznes sepse nuk më pëlqen matematika, nuk më pëlqen, po. Dhe realisht ky individ ka harruar të eksplorojë që në kuadër të ndonjë fakulteti të biznesit ju mund të keni edhe drejtime tjera, sigurisht është marketingu,
ose drejtime tjera të cilët nuk lidhen detyrimisht, ose ka matematik shumë më bazike dhe kjo nuk do të pengonte ato. Ose studentë të tjerë tash nga më të shpeshtat janë këto deklarata. Dëshiroj të studioj drejtësi sepse më pëlqen, do më thënë, jam kundër pa drejtësive. Po realisht shumë pak ka hulumtuar çka nënkupton puna e një profesionisti i cili është i diplomuar në juridik. Ndoshta pjesën e ndihmës që dëshiron të jap dikuj për të rregulluar një padrejtësi mund ta bëj përmes të, nuk e di, profesionit të psikologut, një punëtori social edhe kështu me radhë. Pra, kemi një vendim, po ai vendim është i marrë bazuar në një analizë shumë sipërfaqësore. Dhe këto individ janë të bindur se kanë analizuar situatën, ashtu që unë këto i quaj ndër gabimet më të shpeshta. E cilat faktor duhet i kenë parasysh të rinjtë sot kur përzgjedhin degën e studimit? E kemi përmendur disa herë gjatë bisedës, të shohin cilët janë interesat e tyre. Nga e përgjithshma në më proces shumë interesant. Specifike. Po, le të ndalemi pak te ky proces. Për shembull, cila është mënyra me cilën ju punoni me një tri për të identifikuar preferencat ose atë unin personal të një njeriut? Quhet njohje vetvetes, po është një proces që nuk na mësojnë, nuk është një proces edhe për cilin na edukojnë shumë, dikush e takon këtë teori pak më herët, dikush e takon pak më vonë, ndoshta dikush edhe shqetësohet kur e takon këtë teori, po si duhet ta menaxhojnë këtë pjesë të rit? Në procesin e këshillimit për karrierë, kjo është pjesa e vetvlerësimit, është pjesa e parë e atij ciklit të strukturuar të këshillimit për karrierë dhe kjo është pjesë në cilën ju punoni me persona adekuat për ta vetë njohur veten. Kjo njohje vetvetes mund të vi duke përdorur instrumente të ndryshme të standardizuara, qoftë për të vlerësuar interesat tuaj, për të vlerësuar interesat e punës, interesat e përgjithshëm, shkaktësitë të cilat ju keni edhe kështu me radhë, po një këshillues i karriere do ditë të ju udhëheq në këtë proces të vetë vlerësimit duke ju parashtruar pyetje. Parashtrimi pyetjeve dhe aftësitë për të ndëgjuar janë ndër këto instrument, do ta quaj, kryesore me të cilat shërbehen këshilluesit për karrierë për t'i ndihmuar individët që të njohin vetvete. Dhe këto ju parashtrojnë ca pyetje shumë të thjeshta. Mund të jenë çka të pëlqen të bësh, pse të pëlqen, edhe kësaj pyetje i përgjigjemi shumë lehtë, më pëlqen të bëj këtë. E tani, nëse ju parashtrojmë pyetjen, pse të pëlqen të bësh këtë, një pjesë e jona edhe nuk e ka analizuar çka tjetër edhe kështu me radhë. Pra është një proces shumë me rëndësi, të cilin do të duhej ta kalonim të gjithë ne për të dhënë ca përgjigje, kuptim plota për vazhdimsinë në zgjedhje të arsimit, po edhe të profesionit. Edhe të profesionit. Le të flasim pak për pasojat që ndodhin në shoqërinë tonë, por edhe në sistemin tonë, si rrjedhoje një mungesës së një orientimi të mirëfillt në karrierë dhe në profesion. Ka gjasë që të lidhet edhe migrimi dhe brain drain me këtë mungesën e një orientimi profesional në karrierë dhe një orientimi pak më të strukturuar në karrierë, se pastaj kanë të rinë të vështirë mbasi ta gjejnë veten në një treg të punës? Në mënyrë indirekte ndoshta edhe mund të lidhet, edhe kryesisht këtu ndoshta mund të ndërlidhim këtë pjesën e fakti që pjesa më e madhe të rinjve kanë mungesë për informacionet dhe mundësitë që kanë ato në tregun e punës, shpesh herë i bën që këtë treg të punës ta anashkalojnë dhe realisht të idealizojnë tregjet të punës të vendeve më të zhvilluara, kur paraprakisht realisht nuk është se kanë përvojë me të njëjtin. Dhe në drejtim të kësaj mendoj se është shumë e rëndësishme që në përgjithësi si shoqëri e veçanërisht punëdhënësit, po ndoshta edhe institucionet të bëjmë përpjekje që për të rinjët të krijojnë hapësira për t'u angazhuar sa më herët që është e mundshme në tregun e punës, po për këtë do na duheshin angazhime të cilat janë në një kohë të pjesshme, sepse në tregun e punës realisht kemi më pak ose shumë pak oferta për punësim të cilat do të ishin me disa orë në javë edhe kështu me radhë.
kjo shpeshherë i bën të rinjët që të jenë pasif edhe të presin që të përfundojnë studimet, që pastaj të kenë mundësi të vazhdojnë punësimin ose madje ndonjëherë kur kërkohet edhe punë praktike që duhet të jetë 8 orë në ditë, ato presin një periudhë të caktuar gjatë verës që të bëjnë punën praktike, ashtu që në drejtim të kësaj na duhen mundësi për angazhim të rinjëve me një orar pak më të shkurtur më të hershëm e që do t'ju mundsonte atyre që të integrohen dhe të njohin tregun e punës. Pra në këtë segment mos njohja ndoshta e tregut të punës mund t'i bëj ato që të idealizojnë tregun për shembull jashtëm të punës, por në përgjithësi pjesa më e madhe besoj e asaj që është brain drain lidhet me sistemin e pagave, me besimin në sistemin, me krejt ato faktorët socio-ekonomik të cilët ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt, por kjo po që shton diçka aty, po. Patjetër. Me që e përmendëm edhe tregun e jashtëm të punës, a duhet sot njëri i ri edhe njëri e vendit ton edhe të përgatitet për një treg global të punës, marrë parasysh globalizimin edhe mundësitë e hapura, pastaj është edhe një praktik që vetë se ndodh. Njohim shumë të rinj të cilët nga këtu punojnë për një treg të jashtëm online. A duhet realisht sot një i ri të përgatitet edhe për një treg global të punës? Absolutisht po, edhe përpjekjet e komplet besoj sistemit arsimor janë në këtë drejtim të kemi të rinj, të cilët funksionojnë në kontekstin lokal, po janë të përgatitur edhe për tregje pak më të gjëra se saj lokal. Edhe këtu me fokus në shkathësit gjuhësore, shkathësit komunikimit ndërpersonal, shkathësit digitale dhe të shkathësit kompjuterike, definitivisht kemi profile të cilët janë të gatshme deri diku të konkurojnë në atë pjesë. Kuptohet pastaj shtesa aty gjithmonë kanë atë kontekstin lokal të vendit të caktuar ku do të punojnë e që do të duhet ta mësojnë dhe ti adaptohen. Në drejtim të kësaj, mendoj se kemi të rinj shumë të suksesshëm, të cilët janë mjaft mirë edhe në kohë të shkurtë të integruar në tregje të ndryshme jashtë Maqedonisë. Po. Le të flasim tani për fund pak edhe për vetëdijsimin për orientim në karrierë. Me që jeni udhëheqëse e zyrës për karrierë në UEL, e di që ka një periudhë të gjatë ku atje zhvillohet edhe panajiri i karrierës. Një aktivitet, një projekt, një event që për 18 vite me sa e di organizoni dhe ka për qëllim që pikrisht ta bëj këtë urën lidhëse me studentëve edhe punëdhënësve të mundshëm. Më intereson të di cili është misioni i juaj në këtë drejtim dhe çfarë efekte ose rezultate ka prodhuar kjo në praktikë. Po, qendra e karrierës në Universitetin e Evropës Juglindore është qendra e parë e karrierës në shkollimin universitar në UEL, funksionon prej vitit 2005 deri tani në vazhdimsi dhe është e themeluar me ndihmën e Universitetit Indianës dhe komplet pjesa ose forma e asaj si janë të organizuara aktivitetet është e marrë dhe adaptuar në kontekstin lokal. Andaj, në pjesën e aktiviteteve dhe shërbimeve cilët japim për studentët përveç panajirit të karrierës, i cili, sigur se tani 18 vjet me radhë organizohet. Aty keni shërbime cilët kanë të bëjnë me përgatitje të studentëve për punësim, duke filluar nga më baziket, që është shkrimi CV-s, letrës motivimit, vetë njohja për një pjesë të tyre, dhe kjo është e strukturuar jo vetëm me takime të studentëve në zyrë, po kjo është e venduar në kuadër të programeve studimore përmes lëndëve specifike, zhvillimi profesional i karrierës e ka emri lënda, e cila ju mundson studentëve jo vetëm në një takim ose dy të flasin për zhvillim në këtë drejtim, po ato flasin për një semestër të tërë dhe mundohen të përgatiten në këtë pjesë. Panajiri i karrierës është ndër këto ngjarjet më të mëdha dhe më të dukshme, të cilët i bën universiteti në drejtim të afrimit të studentëve me tregun e punës. Por jashtë panajirit, në vazhdimsi ka informacionet cilët mbledhen direkt nga institucioni dhe ju dërgohen studentëve, qoftë për punësim, për punë praktike, për mundësi të ndryshme për të punuar punë vullnetare, për punë të pjesshme me aq sa kemi edhe kështu me radhë.
kontakti i studentëve me individualisht me kompani punohet po ashtu gjatë tër vitit, ashtu që po në panairin e karrierës studentët takojnë për njëherë një numër të madh të kompanive, po në mënyrë sistematike gjatë vitit pjesa më e madhe e tyre kanë patur mundësi të vinë në kontakt me kompani një në një të themi, domethënë prezantime individuale për kompanitë të cilët i bëjmë. A çfarë efekti ka prodhuar kjo? Cilat janë rezultatet që i keni arritur? Panairi definitivisht prodhon rezultate si në vetëdijësim të studentëve për atë se është koha tani të përgatitemi për praktikat e vitit të ardhshëm, është momenti kur në universitet janë sjell më shumë se 57 kompani kemi patur si vjetë në Panair dhe ne kemi mundësin tash që të kontaktojmë me ato për të aplikuar për punë praktike edhe kështu me radhë, dhe efekti që prodhohet është në këtë drejtim. Pra, aplikim në vendet, efekti kryesor kisha thënë, aplikim në vende konkrete të punës ose punës praktike. Ajo për të cilën punojmë me shumë intensitet është që Panairi të jetë një event jo vetëm pro forma, por realisht të ketë përmbajtje. Edhe ajo që thash është që kemi 57 kompani, vitin e, domethënë si vjet kishim 57 kompani të cilët kanë marrë pjesë, dhe realisht oferta që kemi pasur për studentët kanë qenë më shumë se 80 vende pune konkrete të hapura nga fusha të ndryshme të studimit dhe rreth 60 punë praktike në të cilët studentët kanë mundur të aplikojnë. Dhe të gjithë këto, dhe të gjithë këto, përveç se janë domethënë si informacion në të cilën mund ta marrin në për pikat ku takohen me punëdhënësit e mundshëm, studentët të gjithë këto informacione i kanë të organizuara dhe të dërguara në email adresat e tyre në formë të strukturuar, që nëse eventualisht ditën e caktuar nuk kanë patur mundësi të themi ta takojnë kompaninë XY, kanë kontaktin e kompanisë të cilës mund t'i referohen, kanë ofertën konkrete që kanë pasur të ofruar për Panair, edhe kjo i ndihmon kogja shumë studentët. Po nga ana tjetër është event i cili ju ndihmon edhe kompanive, të cilët në vazhdimsi ndajnë të themi kështu eksperienca shumë pozitive të cilët i kanë me studentët e angazhuar nga Universiteti i Evropës Juglindor, ashtu që me shumë dëshirë përgatisin ofertë konkrete për punësim, për punë praktike dhe vinë në eventin më të madh, për krah vazhdimësisë bashkëpunimit që i kemi me to. Si qasje duket shumë pozitive, do më intereson të di nga ekspertiza juaj, si mendoni se mund të promovohet kjo qasje e orientimit në karrierë edhe ndërmjet shkollave, që të filloj më herët, edhe platformave online, po pse jo edhe organizatave rinore që janë të shumta, janë kogja dhe të strukturuara në vendin tonë? Mendoj se lëvizja në secilin prej segmenteve të cilët e përmendni ka, ajo që do t'ishtë ndoshta promovim pak më i fuqishëm ndonjëherë i personave të cilët punojnë në branshën e këshillimit për karrierë, për rëndësinë e kësaj si branshë, si dhe kërkesë nga ana e nxënësve, studentëve, por edhe prindërve ndaj institucioneve. Tham që ne deri dikund kemi të krijuar profile të njerëzve që janë profesionist të kësaj fusha, ashtu që ndoshta është momenti t'i vendojmë pak më shumë në lëvizje. A do t'ishte mirë që të krijoj pse jo edhe një sinergji mes gjithë këtyre elementeve të sistemit dhe bashkë të mund të organizoni një platformë ku mund tjetë kjo edhe më mire strukturuar? Absolutisht po. Edhe tash se po javën tash edhe ide sistemit. Po, edhe mbaret tash këndvështrimi, ose ajo që ju specifikisht dëshironin të arrini, po kuptohet që ka nevoj për diçka që do t'i lidh të gjithë këto faktorët të cilët ne i përmendim. E qartë. Dhe për fund, më intereson të di që ta javën ndaj si informacion për të rritë, nëse njëri dëshiron të ketë një konsulencë profesionale në këtë rast me një këshilltar për karrierë, ku mund ta gjejë një të tillë? Në institucione, në agjencionin për punësim, do duhet të kërkoni shërbim për këshillim. Në shkollat e mesme keni profesorë të cilët janë të trajnuar që të jenë këshillues karriere. Në Maqedoni ekziston asociacioni për këshillues të karrierës, ASK, pjesët cilës janë këshillues të certifikuar për karrierë, të cilët realisht ju mund t'i kontaktoni për të caktuar
takim dhe këshillim për karrierë. E qartë. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Motiv dhe prekëm një problematik në base hapëm edhe segmentet të tjera për të diskutuar në këtë problematik, por mbi gjitha dhatë edhe një motivim edhe një orientim bukur se ka duhet të fillojnë e si duhet ta menaxhojnë këtë pjesë, kështu që është më shumë kohën tuaj sot në Motiv. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit që trajtoni tema të rëndësishme si kjo dhe që po mundoheni të ndikojmë të rinjët dhe shoqërinë në zhvillim të mirëfillt në këtë drejtim. Absolutisht, është detyra jonë që ta bëjmë edhe informimin, por edhe edukimin e masës. Kështu që faleminderit që ishit bashkëpunues në këtë aspekt. Faleminderit edhe juve. Mirë të dashur, këtu e përmbyllim këtë edicion të programit Motiv. Ne do rishjemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim.